Mirë rikthehemi. Unë thash që do ta flas këtë temë për ta zgjeruar pak edhe gjeopolitikën me Enika Abazin, ekspert e marrëdhënieve ndërkombëtare, kënaqësi që të kam. Por do marr shkas pas pak do të kemi NATO, no? Çfarë tha edhe sekretari Mark Rutte, por Sarkozy. Një emër i cili njihet edhe nga ata që e kanë parë politikën jo ndoshta në mënyrë të përditshme. Një figurë shumë e rëndësishme, tashmë ka një vendim ndaj tij, 5 vite burg, e cila lidhet me vitin 2007. Çfarë ka ndodhur konkretisht, Enika? Si e ke parë këtë vendim të gjykatës? Sigurisht që ky vendim ishte një shok për politikën franceze. Faktikisht Sarkozy është përndjekur edhe për çështje të tjera. Kjo është çështja që ka të bëjë pikërisht me marrëdhëniet me Libin dhe si thash për foljen që me regjimin e Gaddafit. Me regjimin e Gaddafit, i cili ka premtuar para Sarkozys, siç thuhet, për të mbështetur fushatën e... Si është marrë vendimi, se jo vetëm siç thuhet në këtë rast. Do vite tek vendimi, i cili ka kërkuar, si thua, këto para do jepeshin për të mbështetur fushatën e Sarkozys, dhe që Franca do bënte të mundur rehabilitimin e figurës së Gaddafit në arenën ndërkombëtare, duke ditur që ai kishte një pozicion në tashmë të lëkundur. E gjithë kjo mbështetet, si thua, nuk ka prova materiale për një, do thënë gjykata i ka shprehur si jo ekzistuese provat materiale të cilat vërtetojnë një shkëmbim të tillë. Mendohet sipas atij i cili ka ngritur akuzën ndaj Sarkozys, i cili është një qytetar libian, i cili këto kohë të fundit jetonte në Liban dhe faktikisht vdiq përpara 2 ditësh, ndroi jetë përpara 2 ditësh, i cili ka thënë që tani nuk pretendoj të bëj rolin e hetuesit, po mendohet që ai a ka padur flas edhe në media ndoshta drejtësia? Nuk ka pasur aludime, ai ka vdekur në moshën 75 vjeçare dhe ai ka ngritur akuzën që ka sjell, si thua, me valizhe para për Sarkozyn. Domethënë nuk ka transferta bankare apo depozitive, po ka para kesh sipas Si e ka mbrojtur nëse këtë rrëfim të tij, këtë konfesim? Ai thjesht ka depozituar, si thua, pretendimi për një akt të tillë dhe kjo është mohuar gjatë gjithë kohës nga Sarkozy dhe ekipi i tij. Prokuroria dhe, si thua, gjykata është mbështetur në faktin që përpara vizitës së Sarkozys, shefi i tij i kabinetit dhe një zëvendës kryeministër kanë takuar shefin e shërbimeve sekrete të Gaddafit, i cili pas ka qenë edhe kunati i tij, pra në të njëjtën kohë. Ka patur edhe një lidhje familjare. Dhe është menduar që, si thua, të gjitha çështjet janë bërë në këto diskutime, por nuk ka prova dhe Sarkozya prandaj ishte edhe, si thua, tepër i acaruar apo i prekur, sepse gjykata në mënyrë eksplicite pohoi që nuk ka prova materiale, por, si thua, ka idenë që dhe Sarkozya, për t'ja bërë, si thua, dënimin dhe më të rëndë, është i quajtur si i asociuar me grupe të cilat grupe kriminale. Jo se ka marrë pjesë vetë, por që nuk ka qenë i vëmendshëm ndaj varësve të tij, të cilët kanë zhvilluar negociata të tilla për të marrë, si thua, mbështetjen financiare të Gaddafit për fushatën elektorale të Sarkozys. Do me thënë, nuk është një gjë që shumë e qartë, faktikisht, provat nuk janë... Bëhet fjalë? Flitet për miliona, faktikisht, miliona euro. Do me thënë, si thua, nuk është shumë e qartë, meqense akuza për korrupsion, akuza për transferim të fondeve publike, nuk është pranuar, pra ka ngelur vetëm prova që ka ngelur vetëm akuza që kemi të bëjmë me idenë dhe Sarkozy këtë thotë që dënimi mbështetet mbi një ide që duheshte Gaddafit, regjimi Gaddafit të mbështeste Sarkozyn në këtë fushat dhe në të njëjtën kohë Franca t'ia kthente duke rehabilituar pozitën e tij në arenën. Duhet themi ka qenë një fushat shumë delikate e presidentit Sarkozy në vitet për cilat bëhet fjalë.
Po, 2007. Dhe faktikisht ai nuk i fitoi, Dhe nuk i fitoi dhe Sarkozy faktikisht edhe për ato akuzat e tjera, për shembull një akuzë ishte për trafik të influencës, pasi mendohesh se që ai Çfarë është trafik influenca? Si ta kuptoj? Trafiku i influencës është që të ndikosh te organet të caktuara vendimmarrëse për të marrë këtë vendim në vend të një tjetri. Dhe ideja ishte që janë si thua bërë regjistrime të bisedave të Sarkozys me avokatin e tij, të cilat konsiderohen si ilegale sepse me avokatin personal mendohet që diskutohet çdo gjë dhe kjo nuk mund të bëjë provë, si thua në gjykat. Megjithatë kjo quhet si provë që në muhabetet që janë bërë me avokatin është diskutuar që të ndikosh në një proces gjyqësor dhe si shpërblim Sarkozia të emëronte një gjykatës në Monaco. Faktikisht asgjë nuk ndodhi, kështu siç ishte diskutuar, por çështja ishte që ideja u avancua dhe për këtë si thua ka pasur një dënim, po ashtu dhe një aferë tjetër që kishte të bërë pikërisht me fondet e fushatës elektorale. Duket që për fushatë elektorale janë harxuar shumë para, por problemi është që Sarkozia nuk i fitoi ato zgjedhje, kështu që nuk mund të thuhet që si thua i bleu zgjedhjet sepse nuk arriti të fitonte. Kështu që kjo ndoshta është alibia më e lartë e ish-presidentit Sarkozy. Në një farë mënyrë dua të ndalim në një moment, nuk e di nëse e kemi nga regjia, se janë planet bashkë me bashkëshorten e tij Karla Bruni, ajo postoi në momentin e parë që shpërtheu lajmi, ajo postoi një mesazh dashurie për ish-presidentin Sarkozy. Dy momente të tjera që dua ti flasim pak bashkë. Komenti i tij përpara medias që ishte shumë emocional, që më bëri përshtypje. Dhe mua më bëri ishte gati duke qarë. Ishte gati duke qarë. Do me thënë, ati shien që i mbushën syt me lot edhe vetë dorëzohet dhe madje e quan si një luftë ndaj Francës. Ai e personifikon veten me Francën. Dhe një moment tjetër që dua të diskutojmë pak bashkë. A ka mundësi dhe a ka të drejtë Emmanuel Macron si president i Francës që t'i jap lirin ish-presidentit Sarkozy ashtu si që ndodh zakonisht pas edhe me disa figura, edhe presidenti ynë e ka këtë të drejtë? Po, sigurisht që Sarkozy ishte shumë i prekur, sepse është presidenti i parë i Republikës së Pestë franceze që merr një dënim të formës së prerë. Në kuptimin që edhe më përpara, si kundër e tham, Sarkozia ishte dënuar, po ishte dënuar... Ose ishte gjykuar? Jo, ishte dënuar dhe në frëngjisht thuhet me sursi, në kuptimin që në qoftë se bën të njëjtin faj, do t'i vuash të dy dënimet së bashku. Domethënë, me një dënim të tillë nuk shkon në burg. Si thua, depozitohet në valixhen tënde të fajeve, por që nuk të çon në burg, po të çon në burg në qoftë se ti e përsërit fajin një herë të dytë dhe duhet t'i vuash të dyja dënimet së bashku. Në këtë kuadër, domethënë të gjithë nuk është i pari president që akuzohet, për shembull ka pasur një akuzë edhe ndaj Chiracut për faktin se ai Jacques Chirac, i cili mendohet se ka si thua financuar pozicione fiktive kur ishte kryetari i Bashkisë së Parisit. Fakti është që ai u zgjodh president dhe procesi gjyqësor u zgjat dhe nuk arrit asnjëherë që të konkludonte. Është pasur edhe rasti François Fillon, i cili pretendon të zgjidhej presidenti i Republikës dhe ai u akuzua për një sër si thua korrupsionesh të bëra qoftë edhe 20 vjet përpara me të shoqen e cila ishte punësuar në mënyrë jo të rregullt si asistente parlamentare. Ku mund të burgoset Sarkozy? Sarkozy është thirrur me datën 13 tetor që të njohë vendi se ku do të bëj dënimin. Ku do të kryej dënimin. Dhe domethënë dënimin e quaj të rënd dhe prandaj dhe ai ka përshtypjen është shumë i prekur sepse kohën e ankimimit në gjykatën e apelit do ta vuaj në burg. Qartë. Pra, të gjitha të periudhë do ta vuaj... Po, domethënë ai me një herë pa dalë akoma avokatët e tij kanë apeluar në gjykatën e apelit, por vendimi ishte i tillë që ai do shkojë në burg dhe do ta presi vendimin e apelit, e cili mund edhe ta shfaqsojnë në qeli. Dhe kjo ishte që
më thënë ishte edhe një, si thua, humiliacion që ju bë, sepse tani duhet që të lëvizë me pranga në duar, edhe kur duhet të shkoj në gjykatën në apelit, si thua, për të bërë mbrojtjen e pozitës së tij, duhet që të shkoj me pranga në duar, dhe që kjo është një humiliacion që i bëhet një figurë, një turp dhe do ta shohim se çfarë do të ndodhë.